Këtu është horoskopi i hënë 23 qershor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Do të dëshironi t'i jepni dashurisë tuaj një prekje pak të çmendur, situatë të favorshme. Ata që kanë përgatitjen e duhur mund të apohojnë atë ose të marrin një konfirmim të mirë. Demi. Në dashuri keni disa mendime, mbase mendoni shumë për punën. Mos u trishtoni. Binjaket. Një ditë e mirë për kontaktet që gjithashtu mund të bëhen të rëndësishme në funksion të së ardhmes. Sot ju jeni një fitues dhe mund të vendosni kushtet tuaja. Gaforja. Në ditët në vijim priten takime pasionante, dashuri befasuese me shikim të parë, por edhe lajme në sektorin e punës dhe shtëpisë, duhet të organizoni më mirë punën, të shkurtoni shpenzimet. Luani. Në këtë periudhë ju keni një dëshirë të madhe për të ndryshuar dhe bërë gjëra të reja, vëmendje që entuziazmi dhe impulsiviteti nuk ju çojnë në rrugë të gabuar. Dashuria zë vendin e dytë. Virgjeresha. Në punë roli juaj ndryshon ose do të dëshironi ta ndryshoni, me zgjedhje apo me fat do të dëshironi të filloni një rrugë të re. Merrni masa nëse mendoni se nuk keni njerëzit e duhur përreth dhe dikush po ju pengon ambicjet. Peshorja. Marrëveshjet që lindin në këtë periudhë janë të rëndësishme. Udhëtime argëtuese, mos i nënvlerësoni propozimet në dashuri, mirë me dashin. Akrepi. Problemet personale, të punës ose përqendrimi i dobët nuk duhet të derdhen në dashuri. Nuk ka një formë të shkëlqyer fizike sot. Shigjetari. Ne anën e trupit jeni mirë, duhet të përpiqeni të shkurtoni kohën dhe të zgjidhni një çështje të rëndësishme të punës. Ju duhet të thoni gjëra që dikujt nuk mund t'i pëlqejnë. Bricjapi. Disa situata pune ose familjare po marrin shumë kohën tuaj. Sigurisht, shumë më tepër nga sa mendoni se varet nga vullneti i mirë. Ujori. Kontrolloni shkaftësinë, rrezikoni të shkoni nga yjet të stallat. Pak konfuzion në punë ku duhet të kryeni vetëm projektet më të rëndësishme për të ardhmen. Peshqit. Nëse keni një çështje biznesi për të diskutuar, do të ishte mirë të veproni sot ose nesër. Nuk do të thotë se jeni ju që ngreni bujë, por mund të jeni të zhytur në një sër problemesh që prekin shtëpinë ose familjen tuaj. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.